Shqipëria nuk e ka luksin të bëj kështu ndryshimesh dhe kështu kashillëqesh, sepse unë mendoj që në Shqipëri janë të gjithë shtetasit e barabartë. Nuk ka pse ministrat, kryeministri ose personazhe të tjera, avokati i popullit, kryetari i kontrollit lartë të shtetit, presidenti i Republikës, guvernatori i bankës. Pra i thoni që gjykata duhet ketë vendimmarrje mbi pozicionet e këtyre Mbi pozicionin, jo mbi pozicionin, mbi individin. Funksionin zoti Rama mund ta zvendësoj me dikë tjetër. Mos u lutoj shqiptarët sikur me që iku ta zëm një ministër, iku zonja Spiropali ta zëm, ose pezullohet zonja Spiropali se zbulohet që ka bërë diçka ku ka qenë drejtoreshe e përgjithshme e doganave të Shqipërisë, edhe ngelet vakum dhe po kalon krizë Shqipëria, jo. Të gjithë janë zvendësueshëm, patjetër ka dhe njerëz me integritet dhe me moral të lartë. Zonja Spiropali të mbaroj përballje me drejtësinë dhe mund të rikthehet aty ku ishte. Hipotetike kjo situatë. Po, hipotetike, po e thash, sikur thash. Again? Ca gjëra duhet i themi ashtu siç janë, jo ashtu siç duam. Të gjitha. Pa diskutim. Zoti Rama, Objektivizmi shipashpangshëm. Zoti Rama kërkon domosdoshmërisht që të kanalizoj tashmë kërkesat e prokurorisë vetëm drejt kuvendit. Që do të thotë që duke bërë ndryshim në nenin 242, kuvendi nuk, më falni, prokuroria e posaçme nuk mundet dot më që të kërkoj pezullimin e çdo funksionarit lartë shtetëror, pra ministër apo çdo pozicion tjetër, për cilin gëzohet edhe një imunitet siç është ai i deputetit. Që do të thotë që në qoftë se prokuroria e posaçme kërkon që për një funksionar të lartë, ministër, që ka dhe funksionin e deputetit, nuk ka më pezullim. Pra nuk mundesh dot më që ta pezullosh. Që ndryshimi vlen edhe për ata që janë thjesht ministra, se kjo është konsiderohet është thjesht emri ministri, nuk thot i zgjedhur se deputet dhe ministri, jo. Thot vetëm në ato që i thot kushtetuta, që thot ai që është ministër ka dhe atributet e do të hapet një çështje e re në gjykatën kushtetuese. Diskutim sepse janë disa patjetër. Janë edhe disa palë tjera aty brenda parlamentit që do ta kundërshtojnë këtë nisëm. S'mu duka që shqetësuar doktorës. Nuk ka problem, janë disa tjerë që janë ndryshe nga doktori, që do ta paraqesin një kërkesë kësaj natyre. Por, ajo është si e lexoj unë, është që zoti Rama i thot prokurorisë posaçme, nëse keni një dosje hetimore për të paraqitur dhe për të kërkuar një mas sigurimi, tashmë do ta sjellësh tek unë. Nuk mund ta çosh më direkte në gjykatë. Në gjykatë do të kërkosh detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore apo një mas tjetër fakti që mos largohet nga vendi derisa të përfundojnë hetimet e tjera. Por pezullim, pra të marrësh kompetencën që e kam unë për të shkarkuar, për të emëruar apo edhe për të pezulluar që nuk e ka të parashikuar në ligj, kjo është kompetencë e qeverisë, dhe drejtuesit të qeverisë, nuk është kompetencë e prokurorisë dhe e gjyqtarit të hetimeve paraprake. Nëse ke një kërkesë për caktimin e një mase shtrënguese e cila kërkon që të vendosi në pozicionin e arrestit në shtëpi ose në arrestit në burg, do ma sjellësh mua. Dhe çfarë do të bëj tashmë kuvendi i Shqipërisë? Do të bëhet një kuazi gjykatë e cila paralelisht me gjykatën e posaçme do të shqyrtojë kërkesat për heqjen e imunitetit dhe caktimin e masave të sigurimit që mund të jenë arresti me burg ose arresti në shtëpi. Pra, pa e sjell ke daku këtu thotë kërkesën, dokumentacionet e tjera, nuk mund ta kalosh dot vetëm nëpërmjet gjyqtarëve të posaçëm apo çdo lloj gjyqtari tjetër që mund të pretendohet. Kështu që kemi dy avokatu dhe besoj se janë dhe penalist. Ju e dini shumë mirë që ti nuk mund të lësh një person që është i dyshuar për një vepër penale të rrim prapë mbi atë thesë ose mbi atë vepër penale. Është aja e penalistëve. Po kush do ta gjykoj tashmë? Tani ajo është gjykuar sepse mos harrojmë. Këtë kompetencë, sipas kodit procedurës penale, neni 75A, pikërisht ministra, drejtor. Po flasim për hetimin. Nivelet e larta janë subjekte të posaçme të SPAK-ut. Rama tani ne nuk po flasim për hetimin këtu. Po flasim për pezullimin. Po atë pra thash, çështja e pezullimit. Po e ndryshoi neni i person. Të njëjtin gjë. Po pra, penale që do ndryshohet në 242.
prokuroria e posaçme nuk mund të t'i drejtohet më gjykatës posaçme se s'ka për çfarë t'i drejtohet më. Pra nuk mund të kërkojë më asnjë pezullim. Kështu që çdo formë që do të kërkojë prokuroria e posaçme është heqja e imunitetit.